Në katedralen Gjallja e Krishtit në Tiranë, u mbajt sot ceremonia historike për fronozimin e kryepeshkopit të ri të Shqipërisë, Imzot Joan Pelushi, që shënon uljen për herë të parë të një kryepeshkopi shqiptar në fronin më të lartë kishtar. Ceremonia u ndoq nga qindra besimtar, nga përfaqësues të lartë të shtetit shqiptar dhe atij grek, si dhe delegacione nga 13 kishat ortodokse të botës. Presidenti i Republikës Bayram Begaj, kryetaria e Parlamentit Elisa Spiropali, kryetari i opozitës Sali Berisha, ish-presidentët Alfred Mojsiu e Bamir Topi ishin të pranishëm, kurse nga Greqia ishte i pranishëm ministri i mbrojtjes. Kryepeshkopi Joan, i cili ulet për herë të parë në fronin e kryepeshkopit, një detyrë që do ta mbajë për gjithë jetën, hapi ceremoninë me fjalimin e tij. Dua të shpreh falënderimin tim të thellë ndaj Perëndis për të gjithë të mirat që ka bërë për mua dhe për kishën tonë. Falënderimi ndaj Perëndis përfshin gjithashtu e të gjithë ata njerëz me anë të cilave Perëndia i bëri të mundura këto. Falenderojmë dhe nderojmë martirët e Ilirisë që përhapën dritën e besimit në trevat ku jetojmë, duke dëshmuar me gjakun dhe jetën e tyre. Oshënarët dhe shenjtorët që e mbajtën dritën e besimit ndër shekuj, martirët e ri, të cilët në një kohë jashtëzakonisht të vështirë për kishën dhe vendin tonë dhanë jetën e tyre për të ruajtur besimin, identitetin kombëtar dhe gjuhën e tyre. Një listë e gjatë të cilën do e kujtojmë gjithmonë me nderim dhe mirënjohje. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20, kisha u përballë me përsekutimin e egër komunist. E gjithë infrastruktura, materiale dhe njerëzore u shkatërrua plotësisht. Kishat dhe manastiret u prishën nga themelët, ose u shndruan në stalla, depo e të tjerë. Ato shkatëruan muret e jashtme, por nuk mundin dot të shkatëronin besimin në zemrat e njerëzve. Mira, burra e gratë të devotshëm u përndoqën dhe përsekutuan për shkak të besimit të tyre, shumë prej të cilëve dhanë edhe jetën për atë besim. Ishte pikërisht dëshmia e këtyre njerëzve, ajo që frymëzoi mirave të tjerë të mbanin dhe ta bënin besimin e krishterë qendrën e jetës së tyre, duke u bërë një shembull real i premtimit të Zotit se dyert e ferrit nuk do ta mposhtin kishën e tij, të ngritur mbi shkëmbin e besimit. Gjatë gjithë historisë, kisha jonë ka kaluar përmes zjarrit dhe ujit, po ti na nxorre në vend ngushëllimi, thot psalmisti. Në kohra kritike e të vështira, Perëndia e vizitoi kishën tonë duke dërguar njerëz të ndritur e të devotshëm. Në këtë ditë dua të nderoj gjithashtu kujtimin e të gjithë paraardhësve të mi dhe përpjekjet e tyre të mëdha për të kujdesur për grigjen që ishte besuar. Në listën e gjatë do të doja të përmendja dy personalitete të shquara. Në gjysmën e parë të shekullit 20, në një kohë të vështirë për kishën dhe vendin tonë, Imzot Theofanoli ishte njeriu i duar. Nesër, kryepeshkopi Joan do të mbajë shërbesën e tij të parë si drejtues i kishës ortodokse autoqefalit të Shqipërisë, ndërkohë që pritet të emërojë pasardhësin e tij në metropolinë e Korçës, ku ka shërbyer që prej vitit 1998. Imzot Joani pason në detyrën e kryepeshkopit hirësinë e tij Anastas, i cili ndroi jetë në janar të këtij viti në moshën 95 vjeçar.